وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falënderimi dhe mirënjohja i takon vetëm Zotit të Madh, i cili është meritor të falënderohet për arsye të shumë begative të panumërta që ne i ka servu dhe i ka kriju në shërbimin ton, dhe me këto të mira na ka dalluar mesin e gjithë krijesave, duke na dhuru dhe duke na begatu me udhëzimin e drejtë, udhëzimi i cili i shërben dhe e shoqëron mendjen ton për të mirën e mendjes ton, e shoqëron dhe i shërben zemrës dhe shpirtit ton, udhëzimi i cili është i vetmi sistem që rregullon jetën tonë në formën më të mirë dhe na mundson që frymën e fundit Allahut faqebartë ja dorëzojmë. Salatet edhe selamet qofshin për ftyrën e ndriquar për Muhammed Mustafan, që kemi hise dhe kemi privilegjin të jemi pjesë e ummetit të tij. Këto salate dhe selamet qofshin edhe për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin yrnekin e pejgamberit alayhis salam me plot urtësi, dije, mençuri, krenari dhe burëri deri në ditën e fundit të kësaj dunjaje. Vëllezër të nderuar, për ata që nuk e din, dje ka qenë dita e parë e vitit të ri Hijri, kurse sot është xhumaja e parë e vitit të ri Hijri 1447. Kjo ditë është një ditë historike madhështore, ditë e cila mund të llogaritet një kthes e madhe për mbar umetin e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Kjo kthes nuk ishte vetëm për nder të umetit pejgamberit alayhis salam, por kjo kthes është për hajrin dhe të mirën e mbar njerëzimit deri te njeri i fundit që do të jeton në këtë tokë të Zotit. Kjo kthes ishte ditë ku u nda e mira nga e keqja, u nda drita nga errësira, u nda drejtësia nga padrejtësia. Kjo ishte një kthes me shumë të mira që na e tregojmë në ligjërata tona, andaj kjo kthes mund të llogaritet si rezultat i asaj vepre dhe sakrificet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe fal asaj kthese sot na jemi ku jemi, që dëshmojmë shahadetin e besojmë Zotin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Xhamati nderuar, dita e Hijrit, viti i ri i Hijrit, është një shkollë nga e cila shkollë mund të marrëmi shumë mësime. Nuk është e thonër që të dim detajet se çka ka ndodhur gjatë procesit të Hijrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është shumë e rëndësishme dhe është shumë e domosdoshme që çdo një besimtar të merr mësimet dhe këshillat nga hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ishte një ditë shumë madhështore, ishte një ditë historike që mbeti histori dhe do të vazhdon të mbetet histori dhe mësim për umetin e pejgamberit sa deri në ditën e fundit. Unë në këtë hutbë të xhuma do të ndalem vetëm në disa mësime dhe këshilla të hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa hin detaje dhe pa e trajtu hijretin e pejgamberit alayhis salam në detaje se çka ka ndodhur prej fillimit deri në mbarim. Hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam erdhi për të na treguar se si na si ummeti i pejgamberit alayhis salam duhet të realizojmë sukseset tona në jetën e kësaj dunjaje. Nëse planifikojmë të bëjmë një kthes në nivelin individual, nëse planifikojmë të bëjmë një kthes për të mirën tonë dhe shoqërinë tonë, për popullin tonë dhe për vendin tonë, e kemi detyrimisht na si musliman ta marrim model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për cilin tha Zoti i Madh: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Shembull më të mirë, model më të mirë, yrnek më të mirë, se si na ta drejtojmë jetën tonë, si na ta zhvillojmë jetën tonë, si na ta korrigjojmë jetën tonë,
e kemi modelin më të mirë dhe më të përkryer, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, Islami ka ardhur për të na i rregulluar jetën, jo në jetën tonë vetëm ta mësojmë çështjen e abdesit edhe namazit, por çështjen e abdesit dhe namazit ta bëjmë qëllim për të arritur te një qëllim shumë madhështor. Ajo është që na jetën tonë ta kultivojmë dhe ta zhvillojmë në razit Zotit, duke qenë rob të Zotit në jetën e shkurt kësaj dunjaje. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hijretin e tij na ka kallëzuar dhe na ka treguar, dhe nuk ka alternativë tjetër, se suksesi në projektet tona, suksesi në kthimin ton, suksesi në të mirat tona, në nivelin shoqëror, në nivelin e lartë të umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, arrihet me njerëz besnik. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtratin e tij e porositi Aliun radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam e dinte shumë mirë besnikrinë e Aliut radiallahu anhu. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si bashkëudhëtar të tij në hijretin e tij e përzgjodhin Zoti i Madh, dhe u pajtu pejgamberi alayhis salam plotësisht që bashkëudhëtari i tij të jetë Ebu Bekri radiallahu anhu, besniku më i madh, të cilin pejgamberi alayhis salam e quajti as-Siddiq, e Zoti i Madh e potencoi dhe e përmendi në Kur'an, thani ethneni idh huma fil gar, kur ata dy ishin në shpellën Thor për të realizuar një kthes të madhe, kthes e cila do të jetë shembull dhe mësim dhe shkollë për mbar njerëzimin, e sidomos për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të nderuar, mësimin e parë që na jep hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se çdo sukses në nivelin shoqëror duhet ta realizojmë me njerëzit besnik, e jo të mashtrohemi vetëm me fuqinë tonë. Andaj edhe sot që na sot në këtë tragjedi, në këtë katrahur, në këtë problematik të nivelit botëror që na po e përjetojmë, mos shpresojmë te fuqia e disa shteteve që historikisht ata kanë qenë tradhtar dhe ata asnjëherë nuk e kanë realizuar dhe nuk do ta realizojnë suksesin për të mirën e umetit pejgamberit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. E mira arrihet me fuqi, por fuqia më e madhe në fuqinë materiale është besnikria që na i ka treguar Zoti i Madh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk vlen dhe nuk peshon armatimi, e as fuqia, e as numri, nëse në atë fuqi dhe në atë numër nuk ka njerëz besnik që do të realizojnë suksesin për të mirën e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hijretin e tij na tregon, megjithse pejgamberi alayhis salam i mori gjitha shkaqet dhe gjitha sebepet për të realizuar hijretin e tij faqebardh me suksesin e tij më të lartë, ai në të njëjtën kohë u mbështet në Zotin e Madh. Ai e tregoi se ajka e fuqisë të njeri është tevekuli, është mbështetja në Zotin e Madh. Tevekuli dhe mbështetja në Allahun e Madh është ajka e besimit ton, për t'i treguar njeriut, për t'i treguar të fuqishmit, për t'i treguar atij që mashtrohet me forcën e tij, mos u mashtro me forcën tënde, mos u mashtro me numrin tënd, mos u mashtro me atë që ti ke përgatit që t'jesh i suksesshëm, se ajka e suksesit është ndihma e Zotit, është mbështetja në Allahun e Madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili më së miri e kuptoi se si njeriu duhet të përgatitet dhe t'i bëj ball armikut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili i mori shkaqet e tija maksimale, megjithatë kur u strehu me Ebu Bekrin në shpellën Thor, kishin arrit armiqt të shpella Thor, mbi shpellën ku ishte i strehuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pejgamberi alayhis salam me qetësinë e tij, me mbështetjen e tij në Zotin e Madh, me forcën e tij shpirtërore, e pa Ebu Bekrin radiallahu anhu, sa ai filloi të frigohet. Ebu Bekri nuk u frigu për vetveten, sa ishte besnik. Ai gjithë atë sakrificë e bani
për ta mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për ta ruajt misionin e tij deri në fund, për ta ruajt emanetin e tij që të jetë faqebardh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha mos u mërzet ja Ebu Bekër, çka mendon ti për dy vet e që i treti është Zoti i Madh. Kështu na duhet të furnizohemi në jetën tonë si besimtar, mos të mashtrohemi me fuqinë tonë, mos të mashtrohemi me forcën tonë, të mos mashtrohemi me përgatitjen tonë. Gjitha këto i kemi obligim, sepse Allahu në Kur'an thot: "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa", pregadituni në aspektin e forcës, mirëni gjitha arsye dhe shkaqet për të qenë më të fortë, mirë po mos haroni se ajka e forcës së njeriut, ajka e forcës së besimit është mbështetja në Rabbul Aleminin. Kjo është mësimi i dytë që na i la pejgamberi alayhis salam në hijretin e tij. Dhe mësimi i tretë, dhe me këtë e përmbylli, është se pejgamberi alayhis salam me hijretin e tij na ka tregu dhe shumë mirë na ka shpjegu i dashuri i Zotit, më i miri i Zotit, më i miri i njerëzimit, ai që ka qenë vule e gjithë pejgamberëve, ai i cili do të ringjallet i pari në ditën e Kiametit, i pari që do të hinë në xhennet. Megjithatë, Zoti i Madh i tregoi pejgamberit alayhis salam, edhe pse ti je i dërguar i Zotit, ti duhesh me dhon sakrificën më të madhe dhe duhesh mi tregu ummetit pejgamberit, ummetit neve o vëllezër të nderuar, ne që e besojnë Zotin dhe pejgamberin alayhis salam, se e mira dhe suksesi nuk na vjen në kokër të shpinës. E mira dhe suksesi nuk na vjen pa u shkollu o vëllezër të nderuar. E mira dhe suksesi nuk na vjen pa edukat o vëllezër të nderuar. E mira dhe suksesi nuk na vjen nëse na nuk vetëdijsohemi. E mira dhe suksesi na vjen kur na sakrifikojmë me krejt qenjën tonë për ta gëzuar ndihmën e Zotit, sepse kështu na dha modelin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam i cili jetoi 50 vjet, 53 vjet në Mekën e tij të dashur, në momentin kur ai u detyru që ta jep sakrificën më të madhe në shërbimin e ummetit të tij. O vëllezër të nderuar, nuk e la vendlinjën pejgamberi alayhis salam sa ai kërkonte një jetë më komode. Nuk e la vendlinjën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ai donte ta zhvillonte biznisin më lirshëm duke i shfrytzuar resurset e popullit të tij. Pejgamberi alayhis salam kretë sakrificën e tij e bani në shërbimin e popullit të tij, në shërbimin e ummetit të tij deri në ditën e Kiametit. Kur doli nga Meka, këtë e bani për të na treguar neve dhe për të na vetëdijsuar neve. Nëse na e ëndrojmë suksesin, nëse na kërkojmë dhe lipmi ditë më të mirë sa ajo që jemi sot, kjo nuk na vjen me shkop magjik, vëllezër të nderuar. Kjo nuk na vjen nga qielli, kjo nuk na vjen duke i qel dhe duke i mshel syt, kjo nuk na vjen me muhabete të kota, por kjo na vjen me sakrificë, me punë dhe angazhim, ashtu qysh na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur u detyru pejgamberi alayhis salam t'ia kthen shpinën Mekës vendlindjes së tij, i u drejtu Mekës për të na dhënë mësim neve dhe i tha Mekës së dashur: "Oj Mekë e dashur, ti me të vërtetë je toka më e mirë për Zotin e Madh dhe je toka më e dashur për Zotin e Madh. Sikur ki popull të mos më kishin nxjerr nga ky vend, unë asnjëherë nuk do t'ja kisha kthy shpinën." Pejgamberi alayhis salam këtë sakrificë e bani për të gëzuar një sakrificë shumë më të madhe në shërbim të ummetit dhe për të na lënë një mësim se na kështu na duhet me vepru dhe kështu na duhet me ndjek këtë rrugë pejgamberit alayhis salam, dhe çdo rrugë tjetër që e ndjekmi na vetëm do të zhgënjehemi dhe do të arrejmë vetveten dhe në të njëjtën kohë do të jemi model i keq për shoqërinë tonë dhe gjeneratat që do të vinë pas neve. Pejgamberi alayhis salam e dha sakrificën më të madhe, por nuk ishte i vetmi pejgamberi alayhis salam që e dha sakrificën, me ta ishin ata për cilët Zoti i Madh Kur'an tha: "Radiallahu anhum wa radu an", ata që u edukuan në durrët e pejgamberit alayhis salam, ata që u edukuan me frymëzimin e pejgamberit, me këshillat dhe udhëzimet profetike të pejgamberit alayhis salam, ishte Aliu radiallahu anhu. Kur e thiri pejgamberi alayhis salam, Aliu radiallahu anhu me guximin e tij më të madh pranoi që të flen në shtratin e pejgamberit alayhis salam, edhe pse Aliu e kuptoi se mushrikët e Mekës
kishim pregadit me mbyt pejgamberin alayhis salam, mirë po me gjithë atë Aliu radiallahu anhu e kuptoi rregullin universal të Zotit, atë sa sakrifikon për jetë, atë sa sakrifikon për familje, atë sa sakrifikon për vetveten, atë sa sakrifikon për popullin tanë, aq do të vjen edhe suksesi nga Zoti i Madh, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Nuk ishte vetëm Aliu radiallahu anhu, e kemi shembull edhe Ebu Bekrin radiallahu anhu, i cili u përmend në Kur'an dhe kur mori vendimin për ta shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkoi te bija e tij Esmaja, e bija e Ebu Bekrit dhe e mori krejt pasurinë. Mirë po e la një pasuri shumë më të madhe se pasurinë materiale, e la pasurinë e imanit, e la pasurinë e mbështetjes në Zotin e Madh, e la pasurinë e edukatës. Andaj vëllezër të nderuar, na sot kemi problem me fëmijët e tonë, na kemi problem me familjet e tona, na kemi problem me vetveten tonë, për arsye se i kemi gjitha të mirat, por më të mirën nuk e kemi. Ajo është mbështetja në Zotin e Madh. Na mungon pasuria me Zotin e Madh, na mungon pasuria e edukatës dhe imanit. Dhe kur e mori gjithë pasurinë, erdhi Ebu Kohafja, gjyshi i Esmas, që ishte bija e Ebu Bekrit, tha, oj bija eme, ala diçka baba jot. Ala diçka baba jot, a ishte i verbër o vëllezër të nderuar. Çka bani Esmaja? Nuk filloi me çajt, nuk filloi me kukat, nuk filloi me tregu atë pa edukatën e saj. I mori disa gurë dhe i vendoi në vendin e pasurisë ku e kishte lënë Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe ato guri i mbuloi me tesha dhe e mori dorën e gjyshit të tij dhe i tha, preke pasurin që e kalon Ebu Bekri. Ato ishin gurë o vëllezër të nderuar. Dhe pas kësaj, çka tha Esmaja? Tha, e bana këtë që t'ja qetësoj shpirtin dhe zemrën gjyshit tem. O vëllezër të nderuar, për këto bija kemi nevojë në familjet tona dhe në shoqërinë tonë, se të mirat materiale ua kemi ofru gjithve, mirë po na mungon ajo pasuria shpirtërore. E kemi shembullin e Suhejb e Rumit, që ishte një ardhacak në shoqërinë e mushrikëve të Mekës. Kur kishte ardhur në Mekë, ai kishte ardhur i varfër, mirë po me kalimin e kohës ai arrin të jetë një biznismen i shuar, një biznismen i njohur me pasurinë e tij. Mirë po drita e imanit që kishte dhënë në zemrën e tij, kur vendosi të merr rrugën e hijretit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të jetë një tull e këtij suksesi dhe projekti madhështor në shërbimin e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dolën mushrikët e Mekës përballë dhe i thanë, ku po shkon? Ti je ai që ke qenë bira e fundit e kavallit në shoqërinë tonë. Ne jemi ata që të kemi ndihmu dhe të kemi ofru çdo të mirë që ti të jesh i pasur, e tash ti me pasurinë tonë, me pasurinë që e ke fituar prej neve, don me shoqëru pejgamberin alayhis salam. Tha Suhejb e Rumi, nuk u lëkon do vëllezër të nderuar, se jeta ka sprova për të na shfaq imanin ton, jeta ka sprova për të na shfaq sinqeritetin ton, jeta ka sprova për të na shfaq besnikrin ton, se shpeshherë na nuk e njohim vetveten, po kur të na vjen ndonjë sprov, atëherë ti e shef në pasqyrë vetveten tonë se kush në realitet je, a je besimtar i mirë apo je besimtar ka të frin era, ashtu e merr edhe kahjen. Suhejb e Rumi tha, do të miremi vesh. Ata menduan se tash do të shlon pen Suhejbi. Tha, a ka mundësi unë krejt pasurinë që e kam fitu me vite, me u alon vetëm me malçu rrugën që unë bashkangjitem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të nderuar, kjo shkollë neve sot na mungon. Nuk na mungon numri. Sot neve nuk na mungon pasuria. Sot neve nuk na mungojnë njerëzit. Sot neve nuk na mungojnë hoxhallar. Sot neve nuk na mungojnë njerëzit e ditur, por na mungojnë këto veti të shëndosha me të cilat veti ne do t'i realizojmë sukseset tona edhe në familjen tonë, edhe në shoqërinë tonë. E lut Zotin e Madh që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, Allahu neve të na bashkoj, e mbi gjitha Allahu neve të na vetëdijsoj, e ta kuptojmë një herë e përgjithmonë se suksesi
arrihet vetëm me punë, me angazhim, me besnikëri, duke respektuar ligjet e Zotit dhe duke marrë model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elu Zotin e Madh që ky vit i ri të jetë një vit i mbar për mbar umetin e pejgamberit alayhis salam, por për mbar njerëzimin. Elu Zotin e Madh që ajo paqe e cila është ndërtu mbi atë kthesë madhështore, mbi sakrificën e pejgamberit alayhis salam, ajo paqe të jetë në mesin ton, të bisundoj dhe të na shoqëroj neve si musliman edhe mbar njerëzimit. Elu Zotin e Madh që Allahu të na begatoj me të mirat e kësaj dunjaje, të na ruaj nga çdo e keqe, kurse zullumçarët mes vete që nuk ndalen, Allahu ti shkatroj e ti baj helaç edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبينا المختار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون